Mas pari teatri kombëtar se sa ko tu rregullu, kjo është çmenduri. Po nuk mundesh me ndjek shfaqjen edhe filmin pa pa një reklam, një diçka që ka më bëj. Jo, po kur don diçka yll, e shesh kanë teatri kombëtar, për shembull çka ka. Mas pari teatri kombëtar se sa ko tu rregullu, kjo është çmenduri. Po, një teatro do të ma shumë teatro. Aktori do të me bërë reklam për vetën e vet, ose në tarme një këngëtar, ti e ke pa këngëtar që bën reklam për vetën e vet. Nuk pajtona që do të aktori vet, aje bën, po do të edhe pse këngëtari atëre bën reklame për vetën, për shembull? Po këngëtari punon dyqysh për vetë, aktori punon në teatr. Po, ama nëse punon ai për shembull në teatr, normalisht që e shën që teatri nuk është të pas një buxhet të caktuar, mos e diçka për një reklam ndaj atij aktori, ai duhet vetë me marrë iniciativën për veten e vet. Se mos me investu në teatr më shumë, në qytetarën e Jo, partit. e vërtet është që duhet me investu më shumë. Sepse ndodhë që një aktor për një shfaqje në cilën vetëm ushtrime ka 3 muaj det. Ndoshta është pagesat e vogla që li pagesa i merr 2.000 euro, ndërsa një këngëtar për një mbrëmje jashtë i merr 10-15.000 euro, apo më li. Po, ajo vërtet është.